Një shtetas shpallur në kërkim është arrestuar nga policia e Shkodrës. 29 vjeçari nga Fushkruja është prangosur për veprën penale ndihma për kalim të palishëm të kufive. Nga hetimet, dyshohet se ky shtetas ndihmonte emigrant nga vendet e treta, të cilët hynin ilegalisht në Shqipëri dhe më pas synonin të kalonin në mal të zi, duke i transportuar me automjet kundrejt pagesës prej 500 eurosh për person. Në momentin që ju bë shenjë për të ndaluar nga punonjësit e policisë, ai tentoi të largohej, por pas ndjekjes për disa minuta, u bë ndalimi dhe shoqërimi i tij. Nga verifikimet e mëtejshme, rezultoi se ky shtetas ishte i shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë nr. 7 Tiranë, pasi prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Tiranë kishte dërguar urdhrin për ekzekutimin e vendimit penal të kësaj gjykate, për caktimin e masës së sigurisë, arrest në burg, për veprën penale largim nga vendi vuajtjes së dënimit. Policia njofton se vijojnë hetimit për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë.